Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ditën e verës ka vizituar qytetin e Elbasanit. Zoti Berisha zhvilloi edhe një takim me deputetët e Elbasanit, të cilëve u dha porosi në lidhje me fushatën mbi zgjedhjet e 11 majit. Kryedemokrati u shpreh se duhet i shtrihet dora çdo opozitari dhe çdo qytetari i cili e sheh largimin e Ramës nga pushteti si shpëtim të Shqipërisë. Do bëni gjithçka të bashkoni çdo fluks opozitar në vetën tuaj. Do shtrini dorën çdo opozitari. Do pranoni bashkimin në diversitet. Bashkimi në diversitet është prova e tolerancës, është lakmusi për një demokrat. Më pas, zoti Berisha u ndal tek listat e dorëzuara në KQZ për zgjedhjet e 11 majit. Asnjë lloj krahasimi me listat e palës tjetër. Edi Rama ka sot 10 prej tyre me dosje të rënda, vjedhjesh, hajnish, përvetësim pronash, ja ku jemi ne, opozitar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka konsideruar deklaratat e kryeministrit Edi Rama për Dashnor Sulën dhe Kujtim Gjuzin si një përpjekje për të eklipsuar programin e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Kanë 3 ditë që merren me Dash Sulën dhe me musteqet e Kujtim Gjuzin. Këta duan që të eklipsojnë me propagandën e tyre një program madhështor, një program që shqiptarët se kanë patur kur përpara këtij. Gjithashtu, ai përsëriti apelin për deputetët e Partisë Demokratike që nuk u futën në listat e mbyllura, që të vijojnë kontributi në parti, pasi sipas tij udhëtimi politik nuk mbaron me një finish, por është i gjatë. Prap lista është e padrejtë, unë e them, edhe jam absolutisht, por siç ishte më keq. Pse? Sepse për të futur në listën për të futur deputet duhet mirë 10.000 vota. Në 10.000 vota, ajo ishte pastaj u futën 3-4 vend gjithsej, siç e dini. Kurse kështu këta që kanë vet, këta kanë garë, kush merr më shumë futen. Cili merr më shumë? Pra, një korrigjim u bë. Nuk është ajo që duhet të jetë. Nga Elbasani, kryetari i Partisë Demokratike Berisha ka deklaruar se pas 11 majit, një nga projektet me urgjencë infrastrukturore që do të nisë Partia Demokratike me ardhje në pushtet, do të jetë ndërtimi i bypassit të ri në Elbasan.